në Bruxelles. Atje është Fredi Beleri, eurodeputet, për cilin kam disa pyetje. Shohim nëse e kam në lidhje të drejtpërdrejtë dhe ja ku është zoti Beleri. Falenderim shumë të madh që ju shpenzuat kohën e rëndësishme, duhet thënë, në veprimtarinë parlamentare dhe po flisni me ne tani në një transmetim të drejtpërdrejtë që ne ja kemi destinuar një publiku të informuar. Unë jam gati që t'ju bëj juve disa pyetje, po duke filluar fillimisht me gjendjen e përgjithshme, pastaj do t'ju bëj një pyetje në raport me atë që ju vetë keni kaluar, një kalvar jashtëzakonisht të vështirë e problematik që keni kaluar në vendin tuaj këtu në Shqipëri. Me brëma faleminderit përsëri. Atëherë, sipas mendimit tuaj, pse ka ndodhur për herë të dytë, dhe këtu i referohem vitit 2021, kur pati një ide që do ndodhte një rotacion, përfytyroni, atëre ishte mandati, pra u mendua që në mandatin e 3 do duhet kjo qeverisje të bënte rotacionin, dhe u përsërit e njëjta skem me pothuajse të njëjtat karakteristika, duke i kapur njerëzit opozitar, por ndoshta edhe pak të guximshëm, edhe ata ëndrimtar të këtij vendi që hanë më shumë se bukë dhe pinë më shumë se ujë, i gjeti prap disi të papërgatitur ashtu siç ndodhi. Sido që të ketë ndodhur. Në këtë sens, si e keni gjykuar ju këtë rezultat zgjedhor? Po të ishim një vend normal, qeveria ka zgjidhur çështjet kryesore. Janë infrastruktura, 24 orë ujë, 24 orë drita në gjithë Republikën e Shqipërisë, edhe prap pas 8 vitesh duhet të ishte bërë rotacioni. Po nuk jemi në këtë situatë, se vetë zoti Rama pranoi që në këtë mandat do na siguroj qytetarëve shqiptar 24 orë dritë dhe ujë. Pra është një shtet që sipas zotit Rama nuk ka funksionuar mirë te këto dy të bazike. E treta ishte që zoti Rama vetë tha që do na fush për 2 vjet në BE dhe do na jap pasaportën evropiane, po ai për 12 vjet nuk arrit ta bëjë këtë gjë. Të gjithë shqiptarët të cilët votuan të dielën, po t'i ndiqnin dhe thënën, kërkojnë vizë për të ikur nga Shqipëria. Kaq të lutur janë. Pra është një gjë që nuk funksionon. Nuk ndodh në asnjë vend të Evropës që pas 12 vjetësh qeverisje, konsumin të mos e ketë qeveria e qeverisë, po ta ketë opozita. Kjo ndodh për arsyeën se shumica e mediave, dhe këtu do të përjashtoj syrin, i bëjnë opozitës në Shqipëri. Dhe kjo është tragjike, se do t'ja pak biletën me pas me zotin Kikia. Nuk ka vend në Evropë demokratik, qoftë edhe në demokraci brite siç është Shqipëria, që mediat i bëjnë opozitës. Mediat kanë shënim, kanë mision për të gjykuar qeverinë, që të bëhet më e mirë. E dyta, nuk e them unë se të opozita, e thonë vëzhguesit ose Beodirit dhe vëzhguesit e europarlamentarë që ishin në Shqipëri. 3 arsye. Administrata dhe shteti ishte në shërbim të qeverisë. E dyta, mediat ishin linjanshme. E treta, kishte blerje masive të votash. Vota migrantë. Po të shikoni kanë të gjithë vota, sidomos ato që vijnë nga Greqia, që janë të mbushura nga njëjta dorë me të njëjtin strilaps dhe të paloshura me të njëjtën mënyrë. Është bërë një vjedhje që besoj i ka kaluar erët e mëparshme. Po kjo është një gjë që pritej. Opozita shqiptare para 6 muaj, një vit, thoshte që nuk vehet me këtë kryeministër në zgjedhje se s'do ketë zgjedhje. Nuk kuptova kur arsyeën pse u tëroi. Pse u tëroi opozita nga kjo kërkesë legjitime. Natyrisht që duhet këtë menduar shumë çka në lidhje me se sa dëmtoi jo vetëm imazhi i vendit, por edhe jeta, brumi i jetës demokratike. Për shembull tani që edhe OSBE Odiri i ka shumë të ashpra vlerësime dhe do jenë, siç duket, analistët thonë, do jenë këtij viti jashtëzakonisht të ashpra. Vetë opozita është duke qarkulluar idenë se ndoshta nuk i pranon fare
këto zgjedhje, këtë rezultatin e zgjedhjeve. Problemi është, zoti Beleri, që kjo opozit e bëri largimin ka parlamenti një moment dhe zoti Rama me ata që ka dhe me ata që i kanë shkuar të tjerë përveç votave të tij, ai nuk e ndjen fare mungesën e një grupimi prej 50 mandatesh në parlament. Do t'i kalojë ndryshimet e PPP-ve, të korporatave, tani më ti shkoj në mendje. Në këtë sens është i dallueshëm një lloj, është e dallueshme, jo se s'ka qenë më përpara, po sot është e dallueshme jo vetëm një lloj arrogance e pafshehshme këtë herë e kryeministrit, por edhe një lloj qullosje e pashpjegueshme e Europës, qoftë edhe në gjeste. Macroni apo Renzi me kapje faqesh edhe patting on the shoulder, Ursula dhe të tjerët tregojnë një lloj, do të kisha vërtetur një fjalë shqipe, të shëmtuar, po dua të ruaj standardin e programit. Në këtë sens, pyetja ime për ju që e bëni jetën politike aktive në Bruksel është kjo: është kryeministri Rama një stabilokrat që i duhet Europës sot? Zoti Rama është ai kryeministër që u bë tek ndërkombëtarëve. Pyetja për shqiptarët është se sa i shërben Shqipërisë e interesave kombëtare shqiptare. Besoj se zoti Macron, i cili dhe ai pak kohë ka në qeveri, si po të shikojmë sondazhet, zonja Meloni, të cilët kanë një interes, dhe interesat e tyre mbron zoti Rama. Nuk besoj nëse po të vinte Partia Demokratike në kushtet dot e rotacioni, se do ishte kundra Evropës, do ishte me Roshin. Pra, në Shqipëri kemi një gjë shumë të mirë, që të gjithë e njohin. Nuk ka parti anti-evropiane, nuk ka parti pro-ruse, 90% e popullsisë janë pro-bashkimit evropian, pro-perëndimit. Zoti Rama aludon dhe i bën dëm vendi, duke thënë se ai është vetëm njeri që do integrimin e Shqipërisë. Unë nuk njoh asnjë politikan shqiptar që të jetë kundër integrimit. Këtë evropianët e dinë, nuk janë kaq të ai kësaj mendoni ju, po ata kanë interesat e tyre. Të gjitha ambasadat janë në Shqipëri, të gjithë ndërkombëtarët që vinë atje sepse mbrojnë interesat e tyre. Shqiptarët duhet të kuptojnë në qoftë kjo politikë, kjo qeveri mbrojnë interesat e shqiptarëve. Unë duhet i ftoj shqiptarët të shikojnë dhe këtu në Bruksel, në afin rrugëve të Evropës. Dua t'i ftoj dhe t'i vëtë të pyesin veten. Në qoftë se Shqipëria është mirë, ka progres, ka zhvillim, ka qëndrueshmëri, pse jemi qytetarët e parë që kërkojmë azil në shtetet e BE-s, kur jemi në prag të BE-s? Çe duam azilin për 2 vjet? Këto janë gjëra që duhet t'i mendojmë. Edhe për vëzhguesit nuk jam kaq optimist. Ju vëzhguesit e SBE-s do thonë sepse të gjitha në fund të ditës janë politikë dhe vendimi i Këshillit të Evropës është një organ politik. Në raportin përfundimtar do thonë zoti Krashta pikërisht këto që do them tani. Kishte 1, 2, 3, 4, 5 shkegje, po ishin pak më mirë nga rada e kaluar. Kjo frazë e fundit e mbyll mohabetin politik. Zoti Beleri, natyrisht që kur diskutohen politikan me profil të lartë, jo vetëm të karakterit flamboyant, në kuptimin të karakterit teatral, por edhe të veprimtarisë politike. Dhe në fillim të programit unë ju referova një studiuse turke e cila e përshkruante presidentin e Turqisë dhe ti gati, po plotësisht shihje kryeministrin e Shqipërisë. Në këtë sens, është krijuar një ndjesi e këtyre 10 ditëve që duke patur parasysh që kryeministri dhe të vetët kanë aplikuar 7 shtylla shumë të fuqishme të tjetërsimit të votës në Shqipëri, duke filluar nga media, të cilën e kanë totalisht të kapur, natyrisht përdorimin e rrjeteve online në mënyrën e sulmeve ad hominem, po jo vetëm aq, të një linçimi mbar popullor, përdorimin e administratës, përdorimin e lekëve të pista, lidhjet me të huajt me këtë klientelizmin që i bën ata të ndihen mirë për interesat e tyre, dhe natyrisht përdorimin e tronditjeve gjeostrategjike të Shqipërisë dhe të psiqikës relativisht dorëzuese të popullit shqiptar të momentit dhe largimit të tij, gati shtrohet një pyetje që më duket dhe vetë më duket një pyetje sa interesante, po aq edhe një pyetje përballë altarit ose përballë filxhanit të kafes. Po si do bjerë ky njeri në këtë rast? Ju vetë
duke njohur tani më edhe elemente të tjera nga jashtë ose të elementeve të klasifikuara mbase nga burime të fuqishme në raport me atë që ndodh në Shqipëri. Ju vetë si e keni përfituar rënien e këtij personazhi? Do të them me që folet për pedagogën turke që skema e patronazhit bëri një skemë diktuar nga Erdogani, e ka aplikuar dhe pa aplikuar me sukses. Këtë skemë ka marrë edhe zoti Rama. E dyta që do të them është që pushtetet, regjimet si Milošević, Erdogan, Orban dhe Putin nuk bien me zgjedhje siç është parë. Si bien? Që të bien me zgjedhje duhet të mobilizohet të gjithë populli. Nuk duhet të ketë asnjë shqiptar të jetë i qetë. Nuk mund të flasim kur vritet demokracia, kur vriten zgjedhjet, nuk mund të ketë të fituar dhe të humbur. Jemi të humbur të gjithë. Unë e them tani me gojën plot dhe i shikoj në sy ata e Mariot socialistë që takova gjatë fushatës, që më thoshin inshallah të ikë ky njeri se ne s'mund ta ndjekim. Do me thënë na përgëzonin neve që ishim opozitarë që luftoni për të bërë rotacionin, por ata nuk kanë fuqinë të votojnë kundra. Kjo do të thotë që është një hall i madh, me diçka i ban. Unë mundohesha të ikja Afrikën, do thosha që para kotisë votimit jeni ju dhe Zoti, në çdo lloj të votoni. Nuk shikon njeri, ju keni me votën tuaj ta ndikini, të mos u bëjnë presione, por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Për mua duhet jemi në situatën e vitit 1991. Nuk besoj se as këto që them janë hiperbolike, as që ka ndonjë mlef për zotin Rama. Besoj se Shqipëria është futur në një spiral regjimi dhe diktature që duhet një revolucion demokratik, një dërgjegjësim i gjithë popullit që të heqë nga shpatullat e veta këtë regjim. Është gjyna ashtu. Ish kryeministra e Partisë Socialiste, ish ministra, njerëz me historinë e Partisë Socialiste, që nuk mund të thojë gjysmë fjalë. Nuk është demokraci, duhet ta kuptojmë. Nuk është demokraci. Kur flasim për gjysmën e fjalës, zoti Beleri, dua t'ju bëj një pyetje dyshe. Natyrisht në këtë algoritëm o ekuacion janë dy njësi të cilat nuk e di pse janë përfolur shumë, por nuk është bërë një analizë e thellë. Nuk është bërë një analizë e thellë në think tanket ose në programet, nga që programet e televizionit si cilësi janë ulur kaq shumë, si ato të karakterit artistik, edhe ato të karakterit politik, dhe njëkohësisht të jesh sot opozitar në televizion, je jo vetëm gjysmë i çmendur dhe rrezikus i fateve familjare e personale, por në një kuptim dhe nuk je në mod. Kjo është gati e trishtueshme në një sens, po pyetja ime qëndron për dy kategori që janë. Çfarë mendimi keni ju për patronazhistët në Shqipëri? Sepse më krijojnë një përshtypje personale që i njoh. Më duken si njerëzit që nuk ishin në partinë e punës në kohën e Enver Hoxhës, po i bënin të gjithë të zezat, spiononin kush pastron, kush s'pastron, kush hyn, kush del, kush i tha, çfarë i tha. Pra ata e kanë bërë spionazhin më të madh në këtë vend kundër njerëzve të tyre. Kjo është e para, dhe e dyta. Elektorati shqiptar, ju thoni në një kuptim, ju i kërkoni një zgjim elektoratit shqiptar, i cili është, jo, për mendimin tim, jo vetëm i përgjumur, në radhë të parë është i përulur, për mua gati dhe nuk ekziston, është një njësi pa formë dhe pa përmbajtje. Si mund t'i kërkojmë neve këtij elektorati befas, kur ai është totalisht në shok dhe në shformim, që të formohet, të fuqizohet, të ketë mendim, të ketë reakcion, të ketë mendim politik, të dijet politike të avancuar për të rregulluar vendin. A nuk është kjo një shaka e hidhur që mund ta bëjmë ne në këto rrethana? Zoti Krasa, do të them që patronazhizmi nuk është gjë, po është fjala moderne e ish bashkëpunëtorit të sigurimit të shtetit. Është fikse një të gjë. Fjala moderne e bashkëpunëtorit të ish sigurimit është patronazhist. Është njëri që mbikëqyr një njeri, e spionon, shikon nevojat e tij dhe vetë i bën presion mbi nevojat. Këta njerëz, nëse ndodh mrekullia se gjitha diktaturat bien nga brenda dhe bie ky regjim, do jenë ata të parët të do vinë të kërkojnë që e hodhën dhe do vënë me dallgën që po vjen. Pra, nuk mund të kemi frikë nga patronazhistët, se janë ata që vënë gjithmonë me dallgë. U them, për mua janë i qartë. Patronazhisti është termi modern e ish bashkëpunëtor të sigurimit të vjetër.
Unë dua të them një detaj që nuk thuhet. Për çdo shtet e Evropës, qoftë edhe shtetet i kanë vitet e fundit në mbre, mjaftonin 2 deklarata nga 2 faktorët kryesor të politikës shqiptare. Faktori Gazoti Rama, deklarata që bërën një emision televiziv që unë do iki nga pushteti kur të dua vetë. Ta kam thënë ka kjerë. Dhe deklarata dytë ishte nga një faktor tjetër që unë e quaj faktor politik dhe nuk ka të bëjë me drejtësinë, Zoti Dumani. Është afërmendje që gjykatat vendosin atë që kërkojmë ne. Vetëm këto 2 deklarata duhet ata njerëz të kishin vajtë në shtëpi ditën tjetër. Nuk mund të përbuzësh popullin. Edhe një student e vitit të parë të drejtësisë të juridikës mësoi që të gjitha pushtetet burojnë nga populli dhe shërbejnë atij. Si ky popull pranon ti thotë që unë do ikë kur më do kefi? Ka shkruar 2025. Dhe janë ata njerëz që unë shikoj nëpër Evropë, që kanë parë në kandierët e Greqisë dhe Athinës që punonin bashkë në tim, që shkojnë në Bruxelles. Po të njëjtë njerëz, ata njerëz votuan 70% atë parti, atë sistem, hiqe ideologji. Janë të lumtur, kanë pritërit e tyre në Shqipëri dhe pa shëndetësi, pa energji, pa drita. Pse duan ta shkatërrojnë? Një vend në qendër të Evropës, nga ana kulturore e Evropës, nga ana gjeografike e Evropës. Rumania ka 10 vjet në BE. Bullgaria. U nisëm nga 1991. Pse janë të kënaqur? Pse kërkojnë armik imagjinar? Armiku është pushteti, është regjim, politika e keqe. Armiku është një vajt 25 vjeçare që nuk e njifte as gjitoni vetë, që merr 20.000 vota. Dhe një ish kryeministër me 3.000 vota. Një ish president 4.000 vota. Djali X, biznesmeni, 18.000 vota. Mund të besoj një se ato vota nuk jam blerë. Në këto rrethana po bëhet një pyetje shumë kokfort në të gjitha rrethet në Shqipëri, si ata që janë të lumtur me regjimin, si ata që janë të palumtur, aktualisht me këtë që ka ndodhur dhe me tjetërsimin e votës apo nuk e di bllokimin, në një moment bllokimit të shqiptarëve do ta kisha quajtur, po bëhet një pyetje se si duhet sillemi ne tani me 4 vitet që vinë. Duhet thënë që në politik nuk ka standarde ose nuk ka shtampa të sigurta definitivisht. Gjërat mund të ndodhin me një dinamik tjetër në momente caktuara, mund të bjeri ai, mund të jetë i gëzuar bile të iki një moment caktuar, thotë që ore unë do iki se 1-2-5, ose mund ta heqin, ose mund të ndodhi një ngjarje e jashtëzakonshme, domethënë jeta është e çuditshme nganjëherë për pushtetet. Por mbetet pyetja se si duhet bërë opozita tani. Jo çfarë duhet të ndodh me opozitën. Atë e zgjidh opozita. Partia Demokratike dhe partitë e tjera do ulen në mos një ditë, po kanë kokën të ulen, të gjejnë zgjidhje mirë. Nuk kanë, le të vazhdojnë. Por ne nuk jemi të lumtur që ata do jenë parlament gjithë jetën. Domethënë, nuk është një gëzim i madh që janë ca njerëz që ja hedhin gjithmonë, janë parlament edhe kur janë në opozitë, 16 vjet. Unë nuk kam ndonjë simpati, ndonjë respekt madh për ta. Në parim po flas. Unë dua që ata të bëjnë punën, të ulen, gjejnë një zgjidhje, po i takon atyre zgjidhja. Nga ana tjetër, pyetja që do t'ju bëj unë është opozita si duhet bëhet. Si të ndërtohet, si të krijojë trupin e vet sensi opozitar, duke ju përshtatur kësaj që ka ndodhur. Dua të falenderoj për pyetjen. Për mua ky është thelbi. Që populli shqiptar, ata që duan të gjejnë kurajë për të luftuar regjimin, duhet të binden, dhe nuk janë bindur sot, që opozita nuk është pjesë e lojës dhe opozita është gati të sakrifikojë gjithçka për të mirën e vendit, për të sjellë demokracinë në këtë vend që i ka munguar kaq vite me radhë. Në këtë kontekst edhe u që të gjitha skenarët janë të hapura, duhet të bindin popullin shqiptar, opozitarët, të gjithë opozitarët e koalicionit, gjithë koalicioni, jo vetëm Partia Demokratike, që janë gati të sakrifikojnë gjithçka ata për të ndjekur populli që të ikë ky regjim. Nuk mund të jemi ne, domethënë, është gjuna për mendjen e shqiptarëve, për një koqërllëkun e tyre dhe mënyra se si punojnë në gjithë shtetet e Evropës,
duhet të dini që jo vetëm në Greqi, po dhe këtu dhe në Gjermani, një punëtor shqiptar ja vlen për 3 nga ata që vijnë nga Azia ose nga Afrika. Ata njerëz tani nuk i vren gjëja, kanë ngelur atje te Partia Socialiste vetëm te ideologjia me që ngjan Partisë së Punës. Kjo nuk e shikoj që po i lë mbrapa. Opozitarët duhet të tregojnë që të gjejnë kurajë të gjithë ata që duan të luftojnë, them nga ana e popullit dhe qytetarëve, duhet të japën mbështetje që po luftoi regjimin dhe janë gati për të sakrifikuar rrogat e tyre në parlament, edhe ofiqet e një deputeti që nuk ka asnjë pushtet, nuk mund të marrë asnjë iniciativë ligjore. Këtu ka 83 vota, do gjejë 2-3 vota nga një partia tjetër që ka qenë në koalicion si Partia Socialdemokrate. E këtu mund të Zoti Rama mund të zgjedhë nesër një ligj që thotë që gjithë qytetarët shqiptarë do presin veshin e maj dhe këta të vënë ta votojnë, sepse di që votin në parlament e kanë nga ai. Përpara se t'ju bëj një pyetje të rëndësishme në raport me betejën tuaj personale për të qartësuar gjithë ngjarjen që shoqëroi goditjen e madhe të fort substanciale që ju keni marrë nga drejtësia shqiptare dhe pastaj zgjidhjen duhet thënë spektakolare që u gjet për ta vendosur në një kuptim kryeministrin e Shqipërisë në një pozicion totalisht të palakmueshëm. Unë bile mendoj që ai e ka shumë me inat këtë zgjidhjen gati deus ex machina që rasti Beleri pati. Po ju si eurodeputete që qarkulloni tani, bisedoni, bëni një jetë parlamentare në institucionet europiane, por edhe ato të rëndësishme të një shteti fqinj e mik siç është Greqia. Në këtë rast kam një pyetje që më mundon prej shumë kohësh. Të gjithë shefat e Bashkimit Evropian në Shqipëri janë të pafuqishëm për të thënë të paktën një mendim real të tyre në raport me këtë që ndodh, duke u fshehur me logjikën që është diplomatike dhe fine që ata të qëndrojnë në tone totalisht të përgjithshme, madje pa përmbajtje të atyre që flasin. Dhe të merren me gjëra personale, me kë janë martuar, si janë martuar dhe si ka shkuar martesat e tyre, apo jeta e tyre kulturore, artistike. Ndërkohë, vetë institucionet europiane kanë treguar klientelizëm të hapur, pa fuqi. Po ne vetë, ose ata vetë, janë të ndërgjegjshëm që ne vazhdojmë të mendojmë që Europa është një kuçkë, dhe që ata përdoren, pra duket sikur na përdorin, po në një kuptim gjendet në një kokë shkret i cili ka narcisizmin e duhur, e vetkënaqësinë e duhur, po pushtetin e duhur gjithashtu, që arrin të luajë me ta duke i përdorur ata. Zoti Krasta, do dhe edhe njëra edhe tjetra. Do me thënë, është shumë vështirë që të shkjarojmë se si kapet drejtësia në Shqipëri, sepse në shumicën e atyre shteteve këto gjëra janë zgjidhur para 200 vjetësh. Unë them unë kolegëve të mi, gjykatësia që më gjykoi nuk duhet ishte gjykatësia sepse kishte fshehur një X+ nga një shteti i Bashkimit Evropian. Prokurori që më arrestoi është dënuar për çështjen e dytë me 4 vjet burg. Drejtori i policisë së qarkut Vlorë ka ikur si i pa informuar, do me thënë në testet që u bën nuk ka lejë testet. Drejtori i policisë i marrës që më arrestoi dhe ai u kap duke shitur hashash. Kur them gjitha këto, është vështirë të bind që ndodhin në realitet. Që është, ata thonë që drejtësia në Shqipëri ishte që ne reformuam, dham edhe njëmërit tona po e paguam. Më thonë gjithmonë të lutëm zoti Beleri, e dim që ka problem drejtësia, po të jaj që Shqipërinë spakut nuk i gjelet asgjë. Kjo është gënjeshtër më e madhe. Spaku është vegla e politikës, dora e zgjatur e kryeministrit që komandon politikët. Është një drejtësi që nuk i duhet as puj. Është gjuna, është turp. Nuk është vetëm rastim, të gjitha rastet. Me opozitën dhe jo vetëm, edhe rastet janë dëshkimit të atyre gjoje që janë brenda Partisë Socialiste. Janë ata që janë kartë djegur që nuk i duhen më kryeministrit. Janë të gjitha të komanduara. Po të shikoni mënyrën, nuk janë vetëm janë të komanduar, vetëm
politika komandon drejtësinë, sepse për të njëjtët shkelje, një prokuror e ka lënë, një e ka hequr. Një gjykatës e ka lënë, një e ka hequr. Ata që kanë mbajtur ka një drejtë që i mban. Ka raste të ralla në drejtësi që janë njerëz të pavarur dhe nuk mund të duken, sepse edhe po të dalë një shkallë të parë, siç ishte çështja Zonjës Gjashka, ky gjykatë si nda duhet të hetojë, erdhi apeli e mbylli. Dhe apeli të mos e mbyllë gjykata lartë që ka atje proprietar njëri komunist që del me shallën e pionerit në për aktivitete, është e kapur, nuk mund të bëhet ky shtet më. Nuk mund të bëhet në këto rrethana. Dhe kemi një luftë të madhe për të bërë në Evropë. Unë kisha bërë opozit, kisha munduar në Parlament Evropian 2-3 vizete që bërë në Parlament për të sqaruar situatën. Isha optimist që nuk do, zoti Rama nuk do kapte 71 deputet. Dhe tani qeshin me mua. U sqaroj u them, leri ato merren me detaje, ka probleme opozita, po ato janë në një shtet normal mund të ishin pjesë e një vizete. Po duke vjedhur votat në këtë mazë, nuk besoj se janë thelbësore. Kemi ne probleme, sepse kemi probleme nga mënyra shukartua lista, vonuan listat, nuk u morën me votën e diasporës dhe u morën vetëm patronalistat, gjithë shteti ishte vërsullu për Evropë dhe regjistronte, ne atëre pozie që bënim primare, ka probleme opozita, por to janë një luks për të diskutuar me mënyrën se si u votën vota. Është vështirë për të kuptuar një njeri, imagjinoni vetëm duaj zoti Krasta të them që pozia në Portugali dy parti. E pare punës sa po të vend në Portugal dhe mirëmëngjes, do thënë në quna po pse zgjedhën që shkojmë këtu se si do vend përpara. Këtë ashtu e shikoj. Interesi i tyre është sa interes ka mund për të parë baletin klasik që s'kan fare, ka që kanë dhe ta për Shqipëri. Ne mendojmë sigurisht çështja e tyre. E shikoj si një film për kaluar orën. Dhe është kjo që thatë në ndërhyrjen tonë më parë që nuk ka lidera Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është gjetur i papërgatitur nga ardhja e Trumpit në kollit e Trumpit në Amerikë dhe ftohet Evropa. Kjo e bën panoramën të errët dhe të shqetësuar në të gjitha këndvështrimet. Zoti Beleri, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që shpenzuat kohën dhe folet me ne çdo fjalë që flitet aktualisht. Mendoj do të duhet që të shihet me këndvështrimin që të paktën diku do t'i bëj mirë të ketë dy mendime ndryshe për të filluar një proces analitik. Shumë faleminderit që ishit me mua, faleminderit shumë. Ju falenderoj, nuk ka gjova kohën fare dhe të falenderoj për qëndrimit tuaj që është shqetësime dhe peripecis që kalova me drejtësinë shqiptare. Ta shqyrpyetur në drejtësi. Faleminderit shumë, dashur teleshikues, sapo folëm me europarlamentarin Fredi Beleri, me atë ngjarje natyrisht spektakolare që ka shoqëruar gjithë muajt e fundit të veprimtarisë profesionale e njerëzore.